Më pas Hazrat Kalifi I dytë I xhamatit sjell edhe shembullin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, shembulli I parë ishte Hazrat Yusufit, të dytin le ta dëgjojmë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur profeti bëri deklaratën në fillim, deshi të bonte tablig, pra deshi të sirte banorëve të Mekës drejt Allahut. Por ata shmangeshin dhe nuk dëgjonin. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam organizoi një darkë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam deshi të bënte dava, pra tablig. Pasi ti kishte ushqyer, por pas buke, ata u ngritën dhe u larguan. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam përdori një mënyrë tjetër. Sërish organizoi një darkë, por kësaj here së pari I predikoi se përpara se të shtrohej buka, ata nuk kishin rrugë tjetër përveç se të rinin ulur duke pritur ushqimin dhe kështu ai gjeti mundësinë që t'ua përcjellte mesazhin. Kështu, ky ajet na tregon metodën e predikimit të profetëve. Prandaj, duke I ndjekur ata gjatë predikimit dhe këshillimit, duhet pasur gjithmonë parasysh që prediko pa u bërë barr për të tjerët, pa krijuar vështirësi për ta. Ky është parimi. Të thuash fjalën tënde të drejtë, por në atë mënyrë që të mos ta rëndosh tjetrin.